Kandidati i Partisë Demokratike Bart Spahia zhvilloi takime e tij të radhës me banorët e njësisë administrative të Postribës, të cilët i njohun nga afër me programin e kësaj force politike, që ka në fokus ekonominë, bujqësinë si dhe të rinjtë e të rejat, që fatkeqësisht në masë në këto 12 vite po largohen nga Shqipëria. Emigrimi është plaga kryesore që ndjehet në qytetet dhe fshatrat e vendit, ndërsa banorët i shprehen shqetësimin e tyre kandidatit Spahia për situatën e rëndë ekonomike të krijuar nga politikat e kësaj qeverie. Ata premtuan se në 11 maj me votat e tyre do të jenë mbështetës të ndryshimit duke votuar Partinë Demokratike. 80% e popullatës është largu. Është situatë të mëshme, një shpopullim masiv. Bojmë fëmijë, na i marrin, bojmë punëtor, na i marrin. Duhet me i marrë fatet e Postrips, e fatet tona në dorë. E kena të rëndësishme, i këtë herë, si as i herë. Më lovë, jo me zemër, me shpirt, jo vetëm. Plumgoja. Po mes fjalla, do në botën ty, Partisë Demokratike së i brisht. Në Angli, po këtë një punëtor mesatori merr 1.400 dhe 1.600 për në muj, after tax, me hek taksat. Tu një punëtor mesator nuk e merr 1.400.000 ose deri 1.600.000. As nuk diskutohet. Edhe çmimet janë më shtrajt. Gjatë takimeve në zonën e Postribës, kandidati Spahia bashkë me mbështetjen që mori nga komuniteti i kësaj njësie qendrestare ndër breza, garantoi se realiteti do të jetë ndryshe pas 11 maj me programin e Partisë Demokratike që ka në fokus familjet shqiptare.